Shqyqyr Zotit na u nis luft e mar, luft e mar na u ka një shydet, gjanë dynjat shqiptarin s'pe përet, na ljona shqiptarja pa e thet, dur junan oj biri junonit, friti tash burrat e Gjilanit, dur junan oj biri Kralicës, friti tash trimat e Drenicës, nar junan oj biri Qifutit, friti tash pa e trimat e Shkupit, nar junan oj biri Shkinës, friti tash burrat e Prishtinës, Brit junoni o kuku për muë, avash një thotën për me pështuve, ja rehtelin hajde babes mret, ish ma qope pa bloket milet, qiti fare o me krejt shkam gjet, se po t'jap babroje më pet. O, ku du shumë me gjet. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندروار تبرانيشم نكت جامي نكت ديت ماذا تكساياذا Allahun e falënderojmë për begatit e tija të shumta dhe të panumërta me të cilat ai vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu Dhul Xhelal e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre deri ditën e gjykimit. Falënderojmë Hoxhën e nderuar imamin tuaj të kësaj xhamie, i cili na dha rastin dhe mundësinë që në këtë ditë të madhe të kësaj xumaje, në këtë mimber takohemi me ju për të thënë disa fjalë me shpresë dhe dëshirë dhe lutje drejtuar Allahu Dhul Xhelal të jenë të dobishme për ne që i themi dhe ju që i dëgjoni, të jenë të dobishme për ne në jetën e kësaj bote, në jetën tonë familjare, në jetën tonë shoqërore, po edhe ajo që është edhe më e rëndësishme, të jenë të dobishme në ditën kur dalim para Allahut, a ditë që nuk na bën dobi pasuria, e as numri i madh i antarëve të familjes, as pushteti, as forca, a ditë na bën dobi vetëm zemra e shëndosh dhe veprat e mira. Ndihem i privilegjuar, ndihem i gëzuar që janë në këtë ditë pas këtyre gëzimeve të mëdha të këtij vendi dhe këtij populli, që së bashku ta kalojmë edhe këtë gëzim
të kësaj dite të madhe, ditës së Gjuma, që është një bajram, është një fest javore, të cilën muslimanët e festojnë, duke ja përkushtuar Allahu Dhul Xhelal disa çaste dhe momente nga jeta e tyre, duke i u përkulur atij, duke i lutur atij dhe duke treguar gatishmëri të vazhdueshme për të qenë rob i Allahu Dhul Xhelal dhe adhurues i tij subhanahu wa taala. Zakonisht në momentet e gëzimit, për arsyet e ndryshme dhe të lloj-llojshme, njerëzit e shlirojnë veten dhe i apriqin kufit vetvetes dhe ndoshta bëjnë veprime që jashtë atë ditëve të gëzimit nuk do të kishin bë. Dhe për këtë shkak është me rëndësi që ne si musliman edhe ditët e gëzimit t'i kalojmë në atë formë që të na shndrohet energji pozitive për ditët në vijim. Andaj, gëzimi për të kaluarën duhet shndrohet në energji, në fuqi, në plan dhe strategji për përmirësimin e gjendjes tonë në ditët në vijim. Se jeta nuk mbaron këtë ditë. Jeta i shtohet përgjegjësia jetës pas kësaj vetdijes, pas këtyre veprimeve dhe pas këtij gëzimit edhe më shumë. Sidomos te brezi i ri, i cili është ardhmëria e këtij vendi dhe këtij popullit. Ata duhet kuptojnë se sa është e mirë të gëzojmë të kaluar dhe kontributit të burrave të mëdhenj të këtij vendi dhe këtij populli, aq na shtohet neve përgjegjësia, aq na shtohet neve bara, që të shohim se cili do të jetë kontributi jon për mirëqenien e popullit ton dhe vendit ton të ardhmen. Populli jon shumë ka luftu dhe shumë ka vujt kalumen. Ka luftu për të mirën e gjithë popujve të Ballkanit, në të kaluarën e mëhershme, sheku i mëherët, duke qenë në udhëheqje të forcave të mëdha. Pastaj në historinë e afërt ka luftuar për të larguar zullumin nga vetvetja, për t'i ofruar mundësi më të mëdha rinis, të rive dhe të rejave tona që të arsimohen, edukohen në liri, që të bëhen pjesë konstruktive e shoqërisë tonë, që t'japin kontributin për të mirën e vendit tonë. Andaj, ne si musliman, që besojmë Allahun Dhul Xhelal dhe ndjekim mësimet dhe udhëzimet e pejgamberit të fundit, vulës e pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka dhënë mësime dhe udhëzime të lloj-llojshme të begatshme. Parashtrohet pyetja, a jemi na të përgatitur të jemi në nivelin e përgjegjësisë, apo mos vallë gëzimi dhe dëfrimi për të kaluarën është një lloj dehje që mos shohim obligimet dhe përgjegjësitë që i kemi për të ardhmen. Dhe kjo, nëse është kështu, a lut Allahun e madh që mos jetë kështu, është një problem i madh me të cilin na do të ballafaqohemi. Të gjitha kontributet dhe luftat dhe vështirësitë që kemi kaluar, nëse rinia jon sot nuk e shfrytëzon momentin për të pajisur me disa vlera të rëndësishme që e mban një vend dhe një popull të gjallë, e mban një vend dhe një popull elan, me energji pozitive, me lëvizje pozitive, me aksione pozitive, atëherë gjithë ai mund dhe ajo lodhje shkon kot. Gjithë ato folklore që krijohen për të kujtuar lavdet dhe meritat e tyre shkojnë kot. Dhe për këtë shkak, feja jon e madhe islame, e cila ishte vendimtare që na në këto vende të jemi këta që jemi, me të gjitha tiparët e mira që i kemi, dhe me gjithë kontributin pozitiv që e kemi dhënë gjatë historisë në këto vende, synon dhe vepron në mënyrë direkte dhe të detajizuar hap pas hapi që të krijon një individ
i cili do të jetë besimtar i devotshëm, i cili e njeh madhrinë e Allahut, i njeh mësimet, porosit e tija, i din kufi që ka caktu Allahu dhe i përmbahet atyra. Me atë sa ka mundësi dhe forcë, e njeh Allahun, madhrinë e tij, mësimet e tij, kufi që ka caktu ai dhe i respekton ato. Kjo është tipari kryesor që një individit i jep kuptim jetës së tij, i krijon qëllim jetës së tij, i krijon platformë veprimi jetës së tij dhe kalon nga faza e humbjes, devijimit dhe bredhjes dhe hutis në fazën e veprimit të vazhdueshëm konstant drejt realizimit të qëllimit për të cilin e ka krijuar Allahu Dhul Xhelal. Komponente e parë, virtyti i parë, vlera e parë. E dyta, mësimet e Kur'anit fisnik dhe mësimet e pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam synojnë që të bëjnë një individ intelektual, të shkolluar, të ngritur me dituri, të gjithë na e dim, edhe pse pak e përsërisim, të gjithë na e dim, mirë po mungon të përsëritet në media tona elektronike dhe ato vizuele, se ajeti i parë me të cilën ka filluar shpallja, ka qenë lexon në emër të Zotit tanë që të ka kriju. Për me tregu se njeriu në këtë tokë, në mungesë të diturisë, në mungesë të shkencës, nuk mund të ndihmon në ndërtimin e tokës, por bëhet sebeb i shkatrimit të tokës. Dhe na jemi dëshmitar nga historia jonë e fundit, po edhe nga ajo që lexojmë në librat e historisë, se njeriu kur t'i përmbahet udhëzimeve të Zotit bëhet më këmbës i Zotit në tokë dhe e ndërton dhe zhvillon atë në format që nuk mund të përsëriten. Andaj kush studion historinë e civilizimeve të mëdha, shef të arritura të mëdha të tyre që nuk mund të përsëriten dhe janë fut në mesin e gjërave të mrekullueshme të botës, që nuk mund të përsëriten më. Atëherë kur kanë marrë parasysh këtë udhëzim hyjnor, dhe kemi parasysh gjithashtu momentet e ndryshme ku po i njëjti njeri, në ato momente kur ja ktheu shpinën udhëzimeve të Zotit, u bë shkatrimtari më i madh i njerëzimit dhe asaj që është mbi tokë. Dhe na gjithë këtë i dim. Miliona e miliona njerëz janë vrarë për shkak të luftrave që janë nisë për njerëzve të çmendur me aspirata të këqija dhe të prishura. Dhe për këtë shkak, feja islame synon që leximi të jetë në emër të Zotit që të ka kriju, i cili të mësoj ty lapsin dhe të mësoj ty shkrimin si mënyrë me të cilën mbetet dituria e evidentuar dhe nga e cila pastaj kanë dobi edhe brezat pas. Andaj synon edukata islame që të krijon një njeri intelektual, po jo intelektual i cili e mohon Zotin dhe fen, por intelektual i cili krenohet se është fetar, intelektual i cili pas studimeve shumë vjetore, shumë dekadore, arrin në përfundimin se nuk mund të zhvillohet jeta pa njohjen e Allahut dhe në nshrimin para tij, siç ndodh me shumë shkencëtar të mëdhenj të botës sot në Perëndim. Që ata pas studimeve të vazhdueshme që i kanë bërë shkencave të ndryshme, vinë në fund në përfundim, thot nuk kam mundësi të vazhdoj jetën vetëm se të bëhem musliman, sepse mësimet e islamit janë përputhje të plot me ato zbulime shkencore që i kam bë unë. Dhe këtë drejtim, kemi shumë citate dhe shumë libra dhe shumë qëndrime deklarata të atyre shkencëtarëve. E treta, edukata islame. Mësimet e Kur'anit fisnik dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam synojnë të krijojnë një rini të ndershme dhe të moralshme. Dhe këtu duhet të hapim zemrën para se të hapim sytë e ballit. Ndëgjoj me vëmendje, njëra prej sfidave më të mëdha
me të cilët ballafaqohet rinia jon, djemt dhe vajzat ton, është të ruhet nderi dhe morali i ynë. Të gjithë na jemi dëshmitar, ata që janë më të vjetër në moshë. Këta matri kanë dëgjuar se më herët tek ne shqiptarët puna e nderit ishte e shenjtë dhe për nder kape i pushka dhe gjuhe i plumbi. Mirë po sot andodh një gjë e tillë. Sot njerëzit tek na fatkeqësisht në mungesë të besimit dhe njohjes së rregullave të fesë dhe humbjes së humanizmit e kapin pushkën dhe e vrajnë vllahun e vet për gjëra banale. Për ofendim të kohët të rrugës, për një grindje mes dy njerëzve për shkak të ndeshjes me vetura, për një grindje banale mes dy trive në kafeteri apo në kafiq apo në diskotek. Ama s'po ndëgjojmë në raste që dikush ka marrë pushkën dhe ka ngrit pushkën, se dikush ja ka na përkam nderin e familjes së tij. Andaj, nëse na nuk punojmë për të ngrit një rini të shëndosh në aspektit intelektual, në aspektit e besimit dhe të moralit dhe nderit, atëre ku shkon gjaku i dëshmorëve? Atëre ku shkon ai kontribut i popullit për ditë të bardha edhe të mirat këtij vendit dhe këtij popullit? O i rini, hapi syt, qeli vesht, e di, sot je i bombarduar vazhdimisht për të gjitha medjave, për të gjitha gazetave, në të gjitha format është i bombarduar i riu dhe e reja. Është shumë vështirë që njëri ta mbron nderin e vet. Dhe për këtë shkak kemi ardhur deri në atë nivel që nuk shikohet më ndarsmat tona dhe ngjerdeket tona nderi i nusës apo nderi i djalit, se janë të barabartë. Se edhe këtu kemi një gabim, se dikush gjun pushk për nderin e vajzës, ama nuk i intereson se a e ka të ndershëm djalin. Bile, nëse djali ti është i aftë me të nderuar ndonjë vajzë, e zën se është shumë i suksesshëm, edhe i aftë, edhe i mirë, edhe i Zoti. Të dy kategoritë, dy gjenit duhet të mbrojmë nderin dhe të punojmë jo me dhunë e detyrim, por me bindje dhe bisedë, me fakte dhe argumente se ardhmëria e këtij popullit është në ndershmërinë tonë. Është në ndershmërinë tonë. Nëse na e humbim nderin, biologjikisht do të shkatrohemi, o vëllezër, biologjikisht në numër, në sasi. Por na jemi dëshmitar. A u bë numrimi i fundit i popullatës në Kosovë vitin e kaluar, ose fillimin e këtij vitit. Dhe a doli numri i popullatës shumë më i vogël se ai që e pritnim na. E dini pse ndodh kjo? Për shkak të mungesës së ndershmërisë te rinia jonë. Për shkak të vonesës së martesave, a vonesa e martesave do të thonë shfryrja e epsheve pa kufi në kohën paramartesore, dhe e dyta frikë nga risku dhe furnizimi shkakton paksimin e fëmijëve, që nuk është tradita jonë. Se shumë herë në media folet për islam tradicional. Po mirë, themelimi i familjes 4 antarëshe apo 3 antarëshe është pjesë e traditës tonë, apo themelimi i familjeve 11 antarëshe, 13 antarëshe, 9 antarëshe është traditë e jonë? Tash dikush ka me thonë, janë ato kohra, jam i vetëdijshëm. Mirë, po pse ndodh kjo? Për ato shkaqe që i përmenda e para, në mungesë të ndershmërisë së rinison, dhe e dyta për shkak të frigut nga furnizimi, frigu nga risku, frigu nga ushqimi. Dikush mendon se rroga e tij e mangjall antarët e familjes së vet. Ai haron se Allahu Dhu Xhelal para 14 shekuj e ka thonë, dhe vazhdimisht e shohim me sy në familjet e ndryshme të varfura, se si ata i mbjetojnë varfërisë me ndihmën e Zotit, kur ka thonë, la taqtulu auladakum khashyata al-imlaq, mos i mbitni fëmijët e juaj nga frika e varfërisë, sepse na ju furnizojmë juve edhe ata. Ti si bab edhe si non, edhe atë fëmijë, që kur gjendet në barkun e nanës, shikoni mrekullinë e Zotit, që kur e krijon fëmijën në barkun e nanës dhe zhvillimin e embrionit në fazat e veta, i krijon një kanal të veçantë të ushqimit,
që ai kanal funksionon vetëm në atë kohë kur fëmia është në barkun e nonës dhe pastaj nuk funksionon pastaj. Dhe kur është fëmia i paaft, s'ka kush e ndihmon, s'ka kush e ushqen, s'din si ta ushqesh, sa Allah goja si është themelu, Allah goja si është kriju. Ja ka kriju Allahu dhul xhelal një kanal të veçantë me të cilin ushqehet ai fëmijë. E ti sot kufizon numrin e fëmijëve duke pas frikë se s'ke me pas pare me ushqy vetëm dhe fëmijën tanë. Popujt përreth nesh, që s'janë musliman, të gjithë kanë problem me natalitetin. Të gjithë kanë problem me natalitetin. Cilin do shtet kojshi që e kemi merne, lexone, do të shihni se ata i thuhet kanë një vdekje të bardhë. Kanë një humbje, një genocid të bardhë, kuptimin që u bie nataliteti më të madhe. Dhe ata hartojnë strategji kombëtare, përpilojnë buxhete speciale për të shtuar natalitetin dhe numrin e familjeve. Na si musliman vetëm nëse i përmbahemi rregullave të Kur'anit dhe të porosive të pejgamberit alayhis salam, ta ruajmë ndershmërinë tonë, djemve dhe të vajzave tona, ti mbështetemi Allah dhe mos kemi frikë nga risku dhe të martohemi herët, do të na mjafton kjo për të siguruar një zhvillim stabil në aspektin e natalitetit dhe sasisë dhe numrit të banorëve të këtyre vendeve. Kjo është virtyti ose vlera e tretë. Dhe virtyti dhe vlera e katërt në cilën na mëson pedagogjia islame është që ta bën individin musliman të zellshëm, punëtor të shkathët, punëtor të zellshëm, jo dembel. Kur udhtojmë në për vendet tona, na dhem zemra, kur shohim sa hektar të tokave të beriqetshme pa punë. Pa punë. Tani ka ardhur puna në fshatrat tona, edhe vezë blihen dyqan, edhe buka blihet dyqan, edhe mishi blehet mishtore, edhe qumshti blehet dyqan. Të gjitha produkte që duhet të jenë pranishme në fshat, prej obligimeve që i ka fshati dhe detyrave, ka shive të vetës dhe shoqërisë, në prodhimin e drithrave, në mbajtjen e bagëtis dhe pulave, dhe në prodhimin e bylmeteve, ato më nuk janë në fshat. Andaj hektare të shumta kanë bet zbrast, kanë bet thata, kanë bet bosh, po mirë, vatan i thot tokës që na e shkelim dhe sundojnë. Po pse lufton njeriu për vatan? Që të ketë perspektivë ekonomike. Pse na luftojmë për vatanin tonë? Sepse kemi toka të beriqetshme dhe kemi të mira dhe pasuri që ne ka dhënë Zoti në tokat tona. Mirë, po mos eksploatimi atyre pasurive dhe mos shfryzimi atyre të mirave. A është shenjë e mençurisë dhe minjohjes ndaj Zotit, apo shenjë e përbuzjes të mirave Zotit që ne ka dhënë? E pastaj ankohemi për shtrejtësi, ankohemi për, do thot, krizë ekonomike, ankohemi për mungesë pasurisë. Mos u anko askund. Andaj, feja islame nuk e toleron dembelin, pasivitetin, papunësin. Nuk lejon islami që ti t'jesh dembel. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo sabah kur zgjohej e bënte një dua dhe thoshte: Allahume inni a'udhu bike min al-azzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl. O Allah, rujëm nga paaftësia dhe dembelia, nga frika dhe kopracia. Shikoni çfarë lutje gjigante madhështore na mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta themin sabah. O Allah, rujëm nga paaftësia, domethënë jepëm energji, vullnet dhe mundësi për të bërë mirë. E dyta, rujmë nga dembelia, mos lejo që unë kapacitetet që i kam, mos t'i shfryzoj, e të bëhem dembel dhe përtat, si shpëndodh me një pjesë të madhe të rinisë sonë. Edhe është për të çudit, subhanallah, i njëjti djalë i ri, në vendin e vet e ka tokën me hektar, kushtet për ta zhvilluar bujqësinë dhe blegëturinë sa dush,
nuk pranon të punon e ze vetën se nënçmohet nëse mirët me atë punë. I njëjti djalë kur shkon në Evropë, në Zvicër, në Gjermani, e bën njëjtën punë. Dhe atje si vjen marrë me e bo. Ndoshta pagën që e merr është më pak se fitimin që do ta fitonte prej punës që do ta bënte në tokën e tij dhe në vendin e tij, në vatanin e tij. I kalon lopë të shtëpia, ka shku atje në Itali, run lopë të italianit, run lopë të zvicranit. Po për çat punë ki mujt edhe këtu me bo, pse me lon vatanin tan. Bile edhe bereqet, edhe fitim, edhe pasuri, ndoshta do të kishe më shumë. Kjo që tham nuk është vetëm për blektorin edhe bujkun, kjo vlen edhe për atë që punon në fabrik, edhe atë që është në zanat, edhe atë që është tregtar, vlen për të gjitha shtresat. Islami na mëson që të jemi aktiv, që të jemi domosdoshmë njerëz të punës. Shikoni çfarë na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos me qenë negativ qëndrimet tona ndaj jetës, as pasiv, por vazhdimisht jemi aktiv edhe në momente që dikujt prej neve nuk do t'i shkon të mendja të bën një punë të mirë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse je duke e parë se është duke ndodhur kiameti dhe në dorën tënde e ki një filis, një pemë të njom, thot mbjelle atë. Shikoni, do të thot dikush, po pse ta mbjelli kur kiameti po ndodh, do ta shkatron këtë tokën dhe qiellin. Çfarë do bie ka nga mbjellja e filizit dhe pemës kur ajo shumë shpejt e kaplon kiametin? Për me të mësu Islami, për me të mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ti duhesh me qenë pozitiv, duhesh me qenë energjik, duhesh me qenë i punës edhe në momentet më të vështira të jetës. Bëne punën e mirë, mjelle farën, s'është me rëndësi e emrin, ti takorish bereqetin apo jo. E jo si ndodh me ne. Shumica do më thonë i kemi mbush kafeterit, kafiqet e diskotekat, duke ndejt të natën e duke flet të ditën. Pse? Se normalisht nuk e dojmë punën, jemi dembelav. E kjo është kundërshtim me mësimet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është kundërshtim me gëzimin dhe manifestimin e gëzimit për fitoret dhe suksesit e popullit dhe vendit tonë. Andaj, po të ishim na besimtar të devotshëm, intelektual besimtar, punëtor të zellshëm dhe rini e edukuar dhe e moralshme, atëherë çka do të ishte pengesë në rrugën tonë? Asgjë. Të gjithë pengesat do t'i kalonim në mënyrën më të lehtë dhe më të mirë. Ama në mungesë të këtyre komponenteve, neve po na ndodh. Tash po kemi në Afrikën nga armiku prej jashtë. Po na ndodh vllavrasja. Po na ndodhin aksidentet. Prej mos kujdesit, prej mungesës së disiplinës në respektimin e institucioneve të shtetit. Me gjak i fituam, me gaz, talje, po i shkelim e i djegim e i harxojmë. Nga mungesi i përgjegjësisë dhe pakujdesit, të gjitha institucionet që janë ndërtuar me vështirësi, është pjesë e obligimeve të gëzimit dhe manifestimit. Kujdesemi për to. Kujdesemi për to më shumë se sa për mallin ton personal. Një shembull për krahasim. Kalifi muslimanëve Omer ibn Abdulazizi, shikoni, u bo mbret kalif i një perandorie të madhe islame. Ishte djalë i ri, sundoi vetëm 2 vjet në kohën e tij. 2 vjet ishte mbret, jo më shumë. 2 vjet. E solli gjendjen e shtetit që mos ketë nevojë të varfërit të lypin. Të gjithë i bërit pa nevojshëm për pasurinë e buxhetit shtetënor. Duke i fut në punë me buxhetin që kishte, të gjithë ata që kishin zanate dhe aftësi për ndonjë punë të caktuar. Po si arriti këtë sukses për 2 vjet? Se të na po mbesim pushtet ka 2 mandate, 3 mandate dhe s'po arrit në sukses i madh. Si arriti këtë pushtet? Me devotshmëri dhe sinqeritet dhe me pastërti dhe transparencë financiare. Ishte duke punu për shtetin edhe s'ke lambën me vajgur të shtetit.
punoj 1 orë 2, e kreu punën e shtetit, e fiku llambën me vajgurin e shtetit, edhe e dhezi llambën me vajgurin e tij. E i than, o kryetari muslimanëve, pse lodhesh, fik një llambë, veze një llambë. Sa do të harxhon vajgur ajo llambë? Sa është amanet pasuria e muslimanëve në qafën time. Andaj çdo gram i vajgurit të shtetit që harxhoj për interesin tim është zullum. Ai zullum nuk më lën mu me ecë përpara. Dikush ka me thonë, po kjo është utopike sot. Është e paralizueshme. Nuk mund të ndodhë kësi rrethana aq njerëzit të ndershëm edhe të pastër të kemi. Unë nuk po them që sot, ama rinia, bitë tonë, nëse i edukojmë në këtë frym, e mrin momentin me qenë të këtill. Ama nëse na lejojmë që të edukohemi prej njerëzve të korruptuar, prej njerëzve të degeneruar, prej njerëzve që shiten për interese momentale, atë çfarë ardhmërie presin nga për popullin tonë. Prandaj kemi shembuj sa dush në histori që t'i rikthehemi për të marrë mësime, udhëzime dhe këshilla. Kjo fe, Kurani fisnik, është i gjallë mes nesh. Secili prej nesh duhet ta shfleton, ta lexon dhe të mëson. Porositë e dashurit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë në mesin ton. Secili prej nesh duhet t'i hap ato, t'i merr, t'i mëson dhe të përfiton prej tyre. Historia e popujve të ndryshëm para nesh është gjithashtu hapur, ta lexojmë, ta shfletojmë. Kjo botë ka pas peranduri të mëdha. Zullumi ka shkatruar, padrejtësia i ka shkatruar. Dhe andaj na si popull që kemi vujt shumë, një mësim kryesor duhet ta kuptojmë në jetë. Na që kemi vujt nga zullumi i zullumçarit, nga tirania e tiranit, nga problemet, presionet, trysnit, vrasjet, burgosjet e kriminalëve, një mësim duhet ta mësojmë që vazhdimisht në jetë jemi të drejtë. Pse kemi vujt, e kemi hek, andaj zguxojmë na të lejojmë që na të bëhemi tash zullumçar, e tiran, e kriminal. Dhe për këtë shkak kemi përgjegjësi historike ndaj vetes tonë, po edhe ndaj të tjerëve. Ashtu siç kemi vujt nga zullumi, vazhdimisht jemi në mbrojtje të atij që i bëhet zullum. Ashtu siç kemi vujt nga tirani, vazhdimisht jemi kundër tiranisë të çdo tirani kudo qoftë ai. Me këtë parim, me këto këshilla dhe porosi, do të ecim përpara, do të shohim ditë të bardha, do të krijojmë një ardhmëri të mirë, në cilën do të jetojmë të lumtur në rahati, në bereqet, mirëkuptim dhe të mira dhe bereqetet Zotit të shumta. Elus Allahun e Madh, që ashtu sikur se na ka gëzuar këtë ditë, na gëzon vazhdimisht me të mira dhe bereqetet e Tija. Elus Allahun e Madh, me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, që këtë popull ta udhëzon në fenë e Tij, të udhëzon udhëhecit e këtij popullit ka ajo që është më e mira për këtë vend dhe më e dobishmeja. Elusim Allahun të ruan rinin ton, djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun të na bën të ndershëm dhe të moratshëm, besnik dhe të sinqert, dhe vazhdimisht na nis ka hajri dhe e mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدي قومنا واهدي شبابنا يا رب العالمين
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة